Edhe pse është mbyllur vend grumbullimi mbetjeve urbane në Vlorë vazhdon që të përfshihet nga flakët. Pamjet që po ndiqnin në ekran të siguruara nga televizioni 6+ nga Vlora sjellin situatën pas ditën e të hënës, ku një tjetër vatër zjarri ka përfshirë vendin e grumbullimit të mbetjeve urbane. Sipas këtyre pamjeve, por edhe sipas specialistëve të Bashkisë së Vlorës, Emergjencave Civile dhe Shërbimit Zjarfikës, vatra e zjarrit është lidhur me një reakcion kimik, i cili në fakt shfaqet nga mbeturinat që janë në brendësi të kësaj zone, aty ku janë depozituar prej vitesh. Në këto kushte mbetet që kapsulimi i tyre të jetë procesi përfundimtar që të jap zgjidhje njëre mirë kësaj situate. Marrshkas nga situata me fundit e përfshirjes në zjarr të vend grumbullimit të mbetjeve urbane të qytetit, institucionet dhe ndërmarrjet e Bashkisë së Vlorës u angazhuan për të bërë të mundur lokalizimin por edhe fikjen e flakëve. Ndërkaq vend grumbullimi mbetjeve urbane do të jetë në monitorim të vazhdueshëm gjatë gjithë sezonit turistik, por gjithashtu do të bëhet edhe kapsulimi i tyre me qëllim që të mos kemi raste të tilla të zjarreve masive, ashtu si kundër ndodhi edhe sezonin e kaluar turistik.